Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la zemrat të do të më falë, se ezani po tjerë për më falë, nuk e dija falet kjo që na pyeti këta, jo. Mirë po, nëse s'falesh, atëherë falu. Ja ezani po të thret. Edhe zemra dhe ndërgjegja po ti duhet të më falë. Ndërsa në anën tjetër knej s'ke gatishmëri për me fillu më falë, edhe ndodh kë konfrontimi mes këtyre dy orientime ose dy dëshirave, dëshira për të falur, edhe neglizhenca për mosfalje, edhe pastaj rrjedhin latët. E kështu që nisja më falë, nëse s'falesh, fillo më falë që le të rrjedhin lotët e përmallimit edhe dashurisë për Allahun. Nëse falesh, atëherë ndoshta kjo është për shkak të lidhjes me simbolet e fesë, me gjërat që lidhen për fenë, ezani, pastaj haxhi, pastaj agjerimi, pastaj këto çështje madhore që janë të Islamit, me të cilat jemi të lidhur edhe me ndjenja. Jemi të lidhur edhe shpirtërisht, nuk ka dyshim. Kur dëgjojmë që dikush ka filluar më u fal, vërtet gëzohemi. Kur dëgjojmë që dikush është shkuar në haxh ose ka ardhur koha haxhit, e kemi një ndjenjë kënaqësisë e kështu me radhë.